Me Dorian Tafën, trajnerin e vllaznisë në voleyboll për femra. Profesor, dukeni paksa i mërzitur, është njëra nga skuadra juve sot e cila u mund të 0-3 nga Tirana, një Tiranë që në fakt është si vjet është shumë absolute e voleybollit shqiptar për femra. Po realisht humbje të mërzit, por deri diku, siç e kam thënë, ndihen kapacitetet tona dhe nuk është se mund të pretendojmë për me fitu me ekipet forta, si që është Tirana, që pretendente për me fitu kampionatin tonë shqiptar. Por mërzitem sepse janë gjana që mundën e mi rregullu dhe nuk po arrim hala me fiksu të gjana. Por këta është me vajzat reja, shkurt, jena të bua me vajzat reja. Të punu. Profesor, e ceka këtë bisedë edhe me kapitenin Sarabeci Kozmaj, në fakt vllaznia nuk ishte ajo vllazni një javë më herët kur mundit Dinamon 3-1 në këtë pallat sporti, sot ishte disi më ndryshe, me të plogësht. Po, e saktë është, por besoj që e thash dhe tek pyetja e parë që duken se jena me vajzat e reja nuk arrim me majt një stabilitet loje gjithmonë në çdo ndeshje, siç kanë ndodhur ndeshjet e para siç keni qenë dhe ju prezant që kena bëj performancë shumë të mirë, por kjo është forca, fuqia dhe stabiliteti jonë që nuk arrim me pas për çdo ndeshje. Tham që me punë, me përkushtim, besoj duhet me arrit deri në fund kampionatit, me arrit një ata objektivet tona që i kena vu vetes dhe besoj që duhet me ja dalë. 4 ndeshje në kupë, një fitore, 3 humbje, është vështirësuar shumë mundësia e kualifikimit apo ka ndonjë rrezë shprese? Shiko, ne për kupë ne mund t'jena surprizë, por nuk ka se kena hi me pretendu në arritje të madhe, por për ne synimi është vetëm te kampionati. Aty është fokusi jonë 100%. Ky ekip me ndajt në Super League dhe mos me shku me lujt për play-out. Kjo është synimi jonë dhe e tham me plot bindje dhe këtu duhet ne me shku dhe me pretendu. E di se që për qytetin tonë nuk ka shumë e lehtë mu shpreh në këtë lloj mënyret, por duhet me kanë realist, nuk kjo punë bëhet me lojtar. Kjo është si i thonë, këto janë lojtarët e mi, ne jem shumë krenar për ta dhe do luftoj bashkë me ato deri në moment fundit, që mi ja dalë ato synim. Pas mbrapa, për sezonin tjetër, ne do hime shikojmë dhe bëjmë merkato, do mundona kthena vajzat tona shkodrane që janë në ekipet e rretha dhe atëherë mund të flasim për më shumë. Pat merkato, po njëra prej voleybolistëve të huaja është larguar nga skuadra, e ka mbyllur kontratën. Ishte një marrëveshje e dyhanshme apo? Po, arrit një marrëveshje e dyhanshme sepse shiko, këtu te ne me tamam ne jena në kushte shumë të vështira, por këtu ka disa rregulla që ne duhet me i zbatu, ashtu siç i zbatojnë lojtarët tona shqiptare. Kjo është gjithë filozofia e kësaj. Kështu që kush nuk është i kënaqur, kush nuk është gati më u përgjigj kërkesave të mia si trajner dhe të klubit po ashtu, çdo kush është i lirë me vazhdu rrugën e vet. Profesor, faleminderit. Faleminderit shumë.